E pas Ramazanit janë 3 adhurime me rëndësi që besimtari do të vazhdoj me i kry. Janë el hamd, el istighfar edhe el dua. Kjo periudha pas Ramazanit, hoqë një do të me patë parasysh që nuk ka mundësi besimtari me vazhdu në atë gjendje, sikur se ka qenë në Ramazan. Kështu që dita e Bajramit është një ditë e mbushur me aktivitete, përveç punës së baklavës dhe këtyre tjera. Selamu alaikum të dashur miq të RTI-s, mirë se takohemi sërish me emisionin tonë dhe tuaj në divanin e për Kosovë. Sot jemi në qytetin e Prishtinës, jemi në konakun e njërit nga imamët të Këshillit të Bashkisë Islame këtu në Prishtinë, hoxhën e nderuar Besim Krasniqi. Do të bashkë bisedojmë për Ramazanin që po e lam. A të gëzohemi që kaloi Ramazani? A të agjërojmë përsëri pas Ramazanit, apo mërë fund agjërimi me kalimin e Ramazanit? Si duhet të jetë një besimtar musliman pas muajit të Ramazanit? Si mund të dallojmë neve? A kemi reflektu gjatë muajit të Ramazanit, apo jo? E për me tepër, na ndiqni me hoxhën e nderuar Besim Krasniqi. Mos u ndani nga kanali RTI-s. Ke fituar çmimja? Jo, këta na kanë dhënë dhurat prej haxhit kur i kam 2019. Besim, edhe njëherë selam aleikum. Wa aleikum selam wa rahmatullah. Na të gajit thoj me fat Bajrami. Me fat edhe juve, Allah shpërblet, faleminderit për vizitën. Me fat juve edhe gjithë dëgjuesve e televizikuesve që na ndjekin. Allah inshallah na ka pranuar adhurimet e ibadetet e inshallah pritem edhe shumë Ramazana të tjerë. Amin, Allah nderoft. Pika parë do të pyes diçka. Pas të kalojmë Ramazanin. Çfarë obligohemi? A kemi ndaj detyrë tjetër diçka, a na metet diçka obligim pas agjërimit, pas muajit Ramazanit? Çfarë do të më bëj besimtari musliman masi të kalon muaji Ramazanit? Elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hoqë falendrojmë Allahun e lartësuar, çojmë selavate për pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam. Lutemi për familjen e tij, shokët e tij, lutem Allahun që t'ju shpërblen edhe juve për vizitën. Amin, Allah nderoft. Juve dhe stafin e RTI-s, inshallah Allahu ju shpërblen për davetin dhe për punën që po e bëni. Amin dhe ju. Ramazani si periudhë është një periudhë për besimtarin shumë e rëndësishme. Tash pas përfundimit të Ramazanit, besimtari sikurse i përzihen emocionet, edhe gjendet në një huti dhe nuk din ka t'ja mbaj. Duke lexuar për këtë temë, hoqë më pëlqeu fjala një dietarit që tha besimtari nuk i ndal adhurimet, por vetëm ka lënë në adhurime tjera. Pe disa adhurime në adhurime tjera. E pas Ramazanit janë 3 adhurime me rëndësi që besimtari do të vazhdoj me i kry. Janë el hamd, el istighfar edhe el dua. El hamd, falënderimi. Me falëndëru Allahun që ja mundsoi përmbushjen e një muaji me agjërim dhe me adhurime. Nga se muaji Ramazan hoqë nuk i mundsohet gjithkujna me agjëru. Është diçka që Allahu ja jep vetëm robërve të zgjedhur. Është në surën Taube një ajet ku Allahu flet për munafikat dhe për arsyeën pse ata nuk kanë marrë pjesë në luftë. Thot Allahu: "Walau aradu al-khuruja la'addu lahu 'uddatan, walakin kariha Allahu bi'athahum fathabbatahum wa qila q'udu ma'al qa'idin." Thot Allahu, arsyeja pse munafikat nuk kanë marrë pjesë në luftë, thot është shumë e thjeshtë. Allahu ja ka urrejt mundin e tyre. Nuk ka dashur Allahu që ata me i lanë me kry një vepër madhështore, sikur se është puna e xhihadit. Kështu që Allahu ja ka urrejt edhe shpërblimin e tyre edhe ja ka rëndu trupat e tyre. Tash Ramazani, kur e sheh besimtarin një muaj që ka lënë pas tij, mbushur me ibadete dhe adhurime, dohet një falënderim pe zemrës ndaj Allahut që na ka mundsuar me agjëru këtë muaj. Andaj ibadeti i parë që e kryen besimtari është elhamd, të jetë falëndërues ndaj Allahut. E dyta është el istighfar, kërkim falje. Nga se rëndëm njeriu pas çdo ibadeti duhet me kërku Zotit falje,
për të vetëm në arsye që nuk ka mujt me ia dhënë hakun ç'është dohet. Këta kemi edhe të ibadetet më të thjeshta ose më të përditshme, më mirë më thënë, për shembull të puna e namazit. Pas çdo namazi, cila është fjala e parë që themi? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Po pse na u falëm? Po u falëm, po gjatë kësaj kohe sa kemi qenë përqendruar? A e kemi dhënë hakun si dohet? A kemi bën ndonjë lëshim? Kështu që istighfari është ibadeti i dytë dhe e treta që përmendin dietarët është e duaja për me lutë Allahun që ta mundsoj me pranue Ramazanin. Nga se jo çdo kush që bën vepra të mira edhe i pranohet. Kështu që bile sahabët e kanë lidhur Ramazanin komplet me duan. Sikurse orën transmetim thon 6 muaj ditë para Ramazanit jemi lutur duke thënë Allahumma bellighna Ramadan. O Allah na mundso Ramazanin, arritjen e Ramazanit, ndërsa 6 muaj pas kanë thënë o Allah na prano Ramazanin. Kështu që këto janë 3 ibadetet që na shoqërojnë tash pas Ramazanit. Allah shpëlbeft. Amin ya Rab. Hoxhë nderuam. Kalon Ramazani, e nim ka një herë do besimtar të thonë a ju dhim të Ramazani, a duhet më na udhim të Ramazani, ose dikush thot a u gëzut që e kryt Ramazanin. Ne i gjojmë dyjat, do thonë a ju dhim, do thotë a u gëzut. A do të më na udhim të Ramazani, a do të më u gëzu që mbaroj Ramazani dole në Bajram? Kjo pyetje na përsëritet gati pas çdo Ramazani, Çdo vjet. Edhe për çdo vjet. Edhe interesant është se i gjon 2 idetë atë që qarkullojnë mesin e besimtarëve, kështu që tash hoxh varet pe cilët kënd e shikon. Nëse shikon pe këndit që e përcjellëm një muaj Ramazan me ibadet, adhurim, edhe nëse shikon pe këndit se do ta mundson Allahu prap me arrit Ramazanin, normal që besimtari e ndjen një lloj mërzie. Nga se sikur se ka ardhur në transmetime të sahabëve, që kanë thënë wala rubba sa'imin lan yasuma wala rubba qa'imin lan yakuma. Thot ndoshta ky që ka agjëruar këtë Ramazan nuk do t'i jepet mundësia me agjëru më. Dhe ndoshta ky që e gjallëroi me namaz këtë Ramazan nuk do t'i jepet mundësia me gjallëru më. Nëse shikojmë pe këtij këndit, normal që besimtari ndjen një mërzi, nga se a do t'ja mundsoj Zoti apo jo arritjen e Ramazanit. Mirë po, ajo që duhet jetë frym e Bajramit, e këtyre ditëve, është duhet jetë frym gëzimi. Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, lis-saimi farhatani. Ai që agjeron i ka 2 gëzime. Farhatun 'inda fitrihi. Një gëzim e ka kur ulen sofër edhe bën iftar. Nga se kthehemi te ajo që tha më herët, e falenderon Allahun me një zemër të sinqertë që ja mundsoi me agjeru edhe në Ramazan. Alhamdulillah. Kështu që këto ditë do të jenë gëzimi dhe mendoj që këto ditë nuk ka vend ai atmosfera e zymt, po duhet jemi të lumtur që Allahu na mundsoj përmbushjen e njanës për shtyllave të Islamit. Hoxhë nderuam. Gjatë Ramazanit, besimtarët pothuajse në përgjithësi janë përkushtuar më shumë ibadeteve. E mundu gjithë besimtarët që mos mi kohët e namazit, me fal namazin në kohën e tyre, ndoshta murujt pak edhe në shprehje, në fjalë, që po flasim se Ramazan, pastaj namazit taravive, dikush edhe përveç namazit taravive ka shtu namaz edhe natën. Po mas Ramazanit, a duhet të jem kështu të përkushtu, apo të lëshojmë tash të kështu të popullit, të lëshojmë lërë krejt? Po, kjo periudha pas Ramazanit, hoxh, një do të me pat parasysh që nuk ka mundësi besimtari me vazhdu në atë gjendje, sikur se ka qenë në Ramazan. Edhe nuk ka mundësi, po një gjë e tillë edhe nuk na kërkohet. Nga se në Ramazan ndodhen disa gjëra që nuk ndodhen jashtë në Ramazanit. Për shembull, hapja e dyerve të xhenetit, mbyllja e dyerve të xhenemit dhe prangosja e shejtanëve, e cilësi që ndodh vetëm në Ramazan. Tash këto gjëra ja lehtësojnë besimtarit kryerjen e ibadeteve. Andaj mos menojnë ana që përgjatë këtij muaji që e patëm, të muajit Ramazan, arsyeja pse na kemi bërë kaq shumë ibadet, adhurim, që po thotë namazi, zakati, veprat e mira tjera, të mos mendojmë që janë si rezultati i mundit tonë. Ato janë si rezultati i rahmetit dhe mëshirës Zotit që na kanë ndihmuar në Ramazan. Nga se gjithë jemi të bindur që një intensitet të tillë të adhurimeve nuk kemi mundësi kur me mbajt jashtë në Ramazanit.
Madje një gjatë të tillë pejgamberi alayhis salam i ka treguar edhe shokët vet se ju s'keni nuk keni me pat mundësi me e mbajt asnjëherë. Ka qenë njëri prej shokëve të pejgamberit alayhis salam, i cili shkon tek ai dhe thotë ja Rasulullah, ju mba munafik. Thot pse ashtu? Thot kur po jam me ty, aq shumë po më shtohet besimi, saqë edhe sikur se ta shihja xhenetin edhe xhenemin me sytë e mi, nuk do të besoja më shumë. Kur po shkoj te familja ime, te shtëpia ime, thot po më zbehet imani. Ja Rasulullah, jam pa munafik. Pejgamberi alayhis salam i thotë jo, thot. Sikurse ju me nejt në atë gjendje çdo herë sikurse jeni tek unë, kishit me fol me melek për dorë, ju tani nuk mbetni më njerëz. Mirë po, walakin sa'a wa sa'a. Thot mirë po, herë ashtu e herë kështu. Tash jemi të bindur që pra adhurimet dhe ibadetet nuk kemi mundësi me i mbajt tash pas Ramazanit sikurse në Ramazan, nga se një gjatë të tillë nuk e ka bërë vetë pejgamberi alayhis salam. Abdullah ibn Abbas kur e përshun pejgamberin alayhis salam thot kana ajwadun nas, ka qenë njeriu më bujar. Walakin kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, mirë po në Ramazan, ai ka qenë tjetër nivel. Ka qenë shumë më bujar në Ramazan. Mirë po, ajo që përmendet ti për punën e farzëve, të namazëve, kjo do të më na shoqëru Ramazan edhe pa Ramazan, do të më na përcjell edhe këto ditë, edhe do të më na përcjell deri në vdekje. Nga se Allahu në Kur'an i thot pejgamberit alayhis salam, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, dhe adhuro Zotin derisa të vijë vdekja. Nuk tha deri në ditën e Bajramit. Po tha adhuro Zotin, tha derisa të vijë vdekja. Sa të jemi gjallë. Kështu që sa të jemi gjallë. Kështu që është detyrë jona me vazhdu kryerjen e farzëve dhe adhurime me atë sa kemi mundësi. Jo sikurse në Ramazan, mirë po farzët, sunetet e forta, adhurime tjera sikurse tha më herët, duke kalu prej në disa adhurimeve në adhurime tjera. Mirë o gjendërum, faleminderit, po këto ditët pas Ramazanit, që obligohemi të agjërojmë, ose nga vullneti. Po. A na shpjegon pak sa dhe pse? Tash ditët pas Ramazanit ose muaji që vjen pas muajit Ramazan është muaji Shawal. Pejgamberi alayhis salam duke na dashur me na tregu që ju nuk keni mundësi me rujt intensitetin e Ramazanit, mirë po edhe anën tjetër duke na tërhiq vëmendjen dhe duke na tërhiq vërejtjen, që mos t'i shkputim krejt tërsisht adhurimet e tjera, na ka gjetur mesin e artë. Tash muajin Ramazan e kemi agjëruar një muaj komplet. Tash pejgamberi alayhis salam sikur se po na thotë, ju tash një muaj nuk keni mundësi dhe nuk kërkohet me agjëru. Mirë po në muajin që vjen pas muajit Ramazan, të paktën agjëroni 6 ditë. Pse kjo? Në mënyrë që besimtari mos shkputet tërësisht prej agjërimit. Edhe tjetra, e dim se puna e mirë shpërblehet në Islam edhe të fish. Tash 30 ditë Ramazan, një muaj, nga se fetarisht sado që agjërohet, qoftë 29, qoftë 30, e merr normën e një muaji. Pejgamberi sa ka thënë sevapi është i plot. Tash 30 ditë Ramazan, herë 10 bojnë 300. 6 ditët e Shawalit, herë 10 bojnë 60, 360 ditë. Po na mbesin edhe 5, 4 ditë e të shrikut të Kurban Bajramit që nuk bën të agjërohen, edhe dita 5 jetë dita e Fitr Bajramit. Kështu që besimtarin në momentin kur e agjeron edhe 6 ditë Shawal, me mëshirën e Zotit kompenzohen ose shumë fishohen dhe të fish, i shkruhet sikurse ta ketë agjëruar tërë vitin. Kjo është rahmet i Zotit edhe mëshirë e tij, dhe tjetra për me na mësu neve që tash e mbas mos u shkputni tërësisht prej agjërimit edhe prej punëve të mira. Në muajin Shawal i agjëron 6. Në muajt e tjerë sa ka thënë pejgamberi alayhis salam, i ka thënë atij sahabijët të paktën mos kalojnë 3 ditë pa agjërim. Kështu që është rahmet edhe mëshirë. Besoj që është një ibadet që kryhet lehtësisht, ndërsa sevapin e ka të madh tek Zoti. O gjendërum, pasi të kalon Ramazani, kemi agjëru, kemi bërë ibadet, jemi përpjek të reflektojmë gjatë muajit të Ramazanit. Dëshira jonë është që më na pranu ibadetet, adhurimet, agjërimit, tanat që kemi bërë punë në Ramazan, tonë e kemi dëshirën që ato punë na u bë kabul, më na u pranu. A ka ndaj shpjegim që na e shpjegoni jo, që na me kuptu, a na u ka bë kabul ibadetet Ramazan, a jo?
Hoq tash kjo berenga se apo na pranon adhurimet, është bereng që shoqëron besimtarin tër jetën e tij. Është transmetuar prej sahabëve të kenë thënë masi që ka përfunduar Ramazani, sikur se ta dinim kujt i është pranuar Ramazani e ta urojmë, e sikur se ta dinim kujt i është refuzuar e ta ngushëllojmë. Tash kjo berengë shoqëron besimtarin çdo herë. Mirë po, baraz me berengën e refuzimit, duhet me kanë edhe vullneti se Allahu e pranon dhe nuk e refuzon mundin e robit e tij. Tash pse me e ditë një gjatë të tillë, kjo vrehet tash këto ditë pas Ramazanit. Të shikojmë gjendjen tonë. Nëse gjendja jonë ditën e Bajramit është e njëjta, po me atë që kemi qenë në ditën e parë të Ramazanit, është shej që nuk është pranu Ramazani. Nëse nuk na ka ndryshu asgjë tek ne. Nuk ka reagu tek ne, nuk përshin efektet e një muaji agjerim. Mirë po nëse sot, këto ditë pas Ramazanit, jemi me një gjendje shumë më të lartë për ka devotshmëria, është shej që Ramazani është pranu. Kur jemi te devotshmëria, kjo na kujton thënien e Omerit radhiyallahu anhu, i cili shokëve të tij po i pyet: nëse është një tokë me gjemba, një tokë ku ka pengesa, ku ka gur, dhe është një njeri i zbathur duke ecur në të, çka vepron? Po i thonë ata ecën në majën e gishtinjve të tij, por mos më dëmtua këmbët e tij. Thotë që kjo është devotshmëria. Tash në Ramazan, nëse na ecëm në majat e gishtave tonë, duke u ruajtur për mëkateve, është shaj që jemi pastru gjatë Ramazanit. Tash jemi sikur se ai që e ka vesh një rrobë të bardhë, edhe ka kujdes se mundet me ndyt shumë lehtë. Tash nëse kjo na përcjell këtë ditë, duke e pasur parasysh edhe duke e patur dert, se apo përmirësohemi, apo e dëmtojmë veten me ndonjë gjëna të mundshëm, nëse kemi këtë shqetësim, është ai që Ramazani na është pranuar. Tjetra hoq është edhe ndryshimi në raport me njerëzit. Allahu jo vetëm për këtë pikë, për agjerimin, po për çdo ibadet tjetër e ka lidhur ndryshimin në moral. Për shembull për namazin. Thot Allahu: "Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar." Namazi me domos do të largon prej të këqijave dhe prej të shëmtuarve. Nëse një person fal namaz, ndërsa nuk e ka larguar namazin e tij prej të këqijave dhe prej të shëmtuarve, është ai që s'u ka pranuar. Për zakatin thot Allahu: "Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Merr prej tyre sadaka, pasuri, ti pastrosh. Pra zakati ka për synim me të pastruar ty. I tillë është edhe agjerimi. Te hadithi i famshëm, që besoj që edhe shikuesit tonë e kanë të dëgjuar me tjetër herë, te hadithi kutsi, ku thot Allahu: "Nëse ndokush e shan ose e ofendon, le ti thot unë jam agjerueshëm." Kështu që për ta ditur se ana është pranuar muaji Ramazan apo jo, thjesht duhet ta shikojmë gjendjen tonë pas Ramazanit. Nëse jemi më afër Zotit, jemi më afër njerëzve, është ai që Ramazani na është pranuar dhe është shenjë e mirë. Nëse jemi pa ata që kemi qenë para Ramazanit, atëherë është shenjë që na borxhin e kemi përmbush dhe nuk dënohemi, mirë po shpërblimin Allah na ruajt, ndoshta hyn një pjesë e agjeruesve tek ajo kategoria që tha pejgamberi alayhis salam, e sa ka pe agjeruesve që pe agjerimet e tyre i kanë fituar vetëm etjen dhe urinë. Subhanallah, Allah më s'na bëj për të fundit. Amin, amin Allah. Allah i nderoft të gjithë. Qysh duhet besimtarët musliman ta manifestojnë Bajramin pa lënë mongo kur gjë dhe pa e tepruar kur gjë? Hoxh Bajrami tash është një ndryshim total i gjendjes së besimtarit. Tash për gjatë një muaji na as nuk kemi ngrënë, as nuk kemi pirë, ibadeti sidomos në 10 nesën e fundit ka qenë në maksimumin ton, paktën do duhet të ishte. Pak mujes gjumi. Po tash këtë ato pasoja i vujmë. Me rëndësi, si duhet me qenë besimtari tash në ditën e parë të Bajramit, kjo ma kujtove ngjarjen e Aliut radhiyallahu anhu, i cili në ditën e Bajramit ishte ul edhe hante hurma.
Tash njëri pe atyre që ishe në xhami, po i thotë prisi besimtarve. Ditën e Bajramit po han hurma, edhe nuk i duket e arsyeshme, është ditë gëzimi. Aliu radiallahu anhu i thot fjalën e tij që do duhet të shkruaj me ari për ka pesha dhe për ka rëndësia. Thot çdo ditë ku nuk i bën Allahut gjuna, është ditë Bajrami. Çdo ditë ku Allahu nuk i mëkaton, është el yawmul eid. A kemi na ditë feste. Kështu që besimtari ditën e parë të Bajramit e nis normal me namazin e sabahut për ta nisur ditën bare mirë. Pastaj edhe me mbajtjen e lidhjeve farefisnore që mendoj që është njëna prej boshteve dhe prej shtyllave të ditës së Bajramit. Nga se të na i kemi kthyer gjërat mbrapsht, edhe besoj që edhe tek ti edhe tek ne nuk janë të ralla pyetjet kur thonë a bën më vizitu Varreza ditën e Bajramit. Po për subhanallah. A dhe të na këtë kontra ka njerë po mirën gjërat, me shku me i vizitu të vdekurit që më parë jem është të lejuar. Madje mundja me thonë edhe preferuar, mustahab. Mirë po në ditën e Bajramit do dojë të shkojnë të vizitoj të gjallit. Shkon e viziton të vdekurin, jemi në rregull me atë pikë se lutesh për ta. Mirë po me udhës do të ishte me aqil dherën vllautën që ka kohë që se ke vizitu. Ose ati fshinjë tënë që ka kohë që si ke ndru dy llafe me ta. Ose ati nevojtari që përndim për i dikojt. Kështu që dita e Bajramit është një ditë e mbushur me aktivitete, përveç punës së baklavës dhe këtyre tjera. Kështu që mendoj që është një ditë edhe sikur se ka thënë pejgamberi sa për ditën e Kurban Bajramit, thotë është dita më e madhe e vitit. Tash ditët e Bajramit realisht andaj ndalohet edhe agjërimi në to. 10 netët e fundit të Ramazanit, çka ka qenë e preferuar? Ka qenë e preferuar etikafi, njëri me o izolu, edhe me i shkput krejt ato kontaktet me njerëz dhe më afru me Zotin. Mirë po kjo, asesi nuk lejohet ditën e Bajramit. Ditën e Bajramit do të vizita tek njerëz, obligohet me shtrej dorën e ndihmës, kështu që në këtë formë jemi edhe më afër Zotit, jemi edhe më afër njerëzve. Allah i nderoft. Hoxh Besim, para se me përfundu, po du me po një pyetje jashtë Ramazanit, jashtë Bajramit. Ki pas rastin me moderu emisionin Rruga e Ndriçuar me hoxhën profesor doktor Sheflet Krasniqi. Por a keni përfitu si moderatori i emisionit, nuk po pyes. Sa keni përfitu? Kjo është pyetja ime. Hoxha është hoxha jonë, s'ka pikë dyshimi, edhe na jemi rritë me ligjëratat e tij. Unë kam patë fatin me patë profesor në fakultet, në vitin e 3 dhe të 4 në FSI na ka dhënë fik, pastaj na ka dhënë edhe në master, i kemi patë një land me Dokin. Me Dokin. Po me Dokin, që është të po shprejna, që është me Dokin. Me Dokin. Dhe unë kam patë fatin e temën e masterit me patë të hoxha. Me pas mentar? Po, kam patë hoxhën mentar në temën ushqimit produktet halal dhe sfidat e kohës. Tema ka qenë kogja e zërshme, për shkak se material gjuhën shqipe ka pak për këtë pikë. Kështu që hoxha, të rrugtimi jam me hoxhën ka fillu qysh ma herët. Tani mas andaj kam pat fatin që dhe për 2 vite ca me kanë moderator në emisionin e tij, për mua është periudhë, kështu që e kujtoj me ëndje, edhe përfitimet për hoxhës të shumë mirë që tha s'po të veti a ke përfituar ajo, sa ajo sa ke nuk përfitu? pyetët, po, përfitimi ka qenë shumë i madh bile. Unë ku jemi imam shatin kolegj, e kemi një hoxha ato që ka qenë para me imam, një mulla Latifi, është dikon tash 90 e diçka vjeçar. Edhe mashallah Allah i ka dhënë edhe mendje të kthjellët, edhe njëna prej këshillave të tij thëjke, masi jeti aty me doktorin, po s'merr edhe keni fletore. Edhe veç shkruaj se ke çkanin. Se dhe këta ka mundësu Zotin me kanë afër ti, kështu që për një është periudhë që e kujtojna me mall, edhe elhamdulillah që Allahu na ka mundësu me kanë afër ti edhe me përfitu prej tij. Tani sa kemi përfitu, kjo është diçka që të tregova, ka fillu ky rrugtim shumë herët, edhe hala përfitojna prej ligjërata dhe prej këshillave të hoxhës. Po nderoft. Hoxh Besim, unë falenderoj. Allahu nderoft e çfarbleft. Allah kabull ibadetet, urime festa e Fetër Bajramit, pritshi shumë ju dhe familja juaj.
Nëse nuk i diçka për kështu, unë të përshëndes. Hoxha, unë të falenderoj për vizitën, dihem Faleminderit. shumë i privilegjum që ju pata në konakun tim. Allah i nderoft. Inshallah, Allahu na ka pranu gjitha adhurimet, gjitha ibadetet, Allahu juve dhe shikuesve tonë dhe t'juajit, inshallah Allah jep shëndet, inshallah Allah na mundson pritjen e shumë Ramazanave tjerë, dhe sikur se na ka bashku në këtë dynjat, na bashkon në xhenet. Amin. Allah e shpëleft, Allah i nderoft. Amin, Allah shpëlet ju. Të dashur miq të Rethejis, duke ju uruar festën e Fitër Bajramit, ibadetet e pranuara. Këtu nga konaku i Hoxhës Besim Krasniqi. Ju përshëndes deri në emisionet e radhës. Mirëmbëjtje, paqe dhe selame për të gjithë.